ata që synojnë të vërtetën, le të kërkojnë argumente. Pa argumente nuk ec kjo fe. Feja jonë është feja e argumenteve, jo e emocioneve dhe pasimi i verbër. Kërkoni argumente, hapni syt, se nëse flasim për dunjan, të gjithë i hapim syt dhe marrim informacione të holla dhe të detajuara. Edhe në qoftë se është diçka që është 50 euro, 100 euro doshta. Dhe pyesin njerëz që kanë njohuri dhe eksperiencë, e si është atëherë për fenë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj hapni syt. Hapni syt, mos toleroni me të mashtru dikush, se donjëherë mundesh ta paguash me jetën tënde. Donjëherë faktura është aq e rëndë që ta paguash me jetën tënde. Se këta njerëz nuk u dhimbet aty në ve. Gjaku yt, nderi yt, që flasin ata për nderin, për pasurinë. Jo, kur i bën ata ato rebelime, kur i bën ata ato shkatrime, atëherë vjen prekja e nderit, prekja e pasurisë, prekja e sigurisë e kështu me radhë. Atëherë shkatrohet të gjitha ato.